Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Do të flasim këtë ligjërat me lejen e Allahut azza wa jall rreth meshut mbi meste dhe mbi çorap. Pra rreth fërkimit me dorë të lagur mbi meste ose mbi çorap. Mirë po, fillimisht para se me ardhe dhe me sqaru shumë që gjërat e cilat i kam përmendur dietarët, në kam bërë vetëm edhe disa çështje shumë të thjeshta, ose të rëndësishme janë, mirë po, të cilat konsiderohen sunete dhe të cilat do të flasim si shpejt, shkurtazi dhe shpejtëzi. Për shembull, për sunetet të abdesit kam përmendur dietarët, domethënë me fillu me të djathën, po ashtu për suneteve të abdesit është që domethënë larja e dytë edhe e tretë e gjymtyrës përveç kokës, se koka mjafton vetëm një herë, dhe për këtë ka ardhur hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një herë mes kokës, mirë po tek gjymtyrët e tjera ka ardhur në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është mjaftuar nga një herë me larjen me gjymtyrëve një herë, nga një herë ka la 2 herë, nga një herë ka la 3 herë. Mirë po nuk është e pëlqyeshme që të shtohet për mbi 3 herë. Domethënë nuk është e pëlqyeshme që të lahet gjymtyra e abdesit 3 herë. Mirë po, çdo gjë që është, domethënë përveç një herazi, konsiderohet sunet. Pra larja e dytë e gjymtyrës, qoftë e fytyrës ose e durave deri në domethënë bryla ose këmbë deri përmi zogën e këmbës, konsiderohet që është larje jo e detyrueshme. Po ashtu është e lejuar që njeriu t'i thonë ose t'i terë gjymtyrët e abdesit me peshkir, që thonë të na. Me riz, dikush e thotë riz, dikush e thotë peshkir, domethënë me peshkir ose me të ngjashme me fasoleta, me letra higjienike të ngjashme, është e lejuar. Nuk është sunet. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur në hadithin që është përmendur, që ka përmendur Aisha radhiyallahu anha, se thot kur ka marrë gusull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fund ja ka mpru mindilin për me e tha dhe për me terë trupin e tij pas larjes së tij, pas guslit, mirë po thot faraddahu, edhe e ka refuzuar. Edhe nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dietarët thonë se është e lejuar që njeriu të thonë ose të terë pjesët e abdesit apo të guslit me diçka, çfarë do qoftë ajo, mirë po nuk është që është një sunet e pejgamberit alayhis salam, bile në disa raste pëlqejet që njeriu të lënë ato ashtu të lagta në mënyrë që të binë gjinohet të cilat i ka bërë nëpërmjet gjymtyrave të abdesit, sepse kështu ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur të merr abdes, atëherë sa herë që të lanë ndonjë gjymtyr, atëherë i binë gjinohet që ka bërë me atë gjymtyr, për shembull me fytyrë, i binë gjinohet që ka bërë me fytyrën e tij, edhe kështu me radhë i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pjesët e ndryshme të abdesit që, domethënë kur të lanë ato, binë gjinohet. Dhe për këtë arsye ka thonë që është e lejuar një gjë e tillë. Vim pastaj edhe i sqarojmë çështjet, dispozitat, gjykimet që kanë të bëjnë me meshun mbi meste apo mbi çorap. Së pari, çka do të thotë? Kemë sqaruar edhe më herët, po për rikujtojmë edhe një herë. Mes këtu është për qëllim fërkimi me dorë të lagur mbi diçka. Meshu i kokës e ka për qëllim kur njeriu me dorë të lagur kalon edhe fërkon kokën e tij, ose përshkon kokën e tij. Edhe këtu, domethënë është përshkrimi ose fërkimi me dorë të lagur mbi meste. E çka janë mestet? Ka dallim prej mes të mesteve dhe të çorapeve. Çorapeve dihet tek ne. Mirë po mestet janë ato të cilat janë të modeluar për këmbën dhe të cilat zakonisht janë të përpunuar prej lëkurës ose prej skajit ose të ngjashme, njeriu pra ato i vesh për me mbrojt këmbën e tij ose për me ecë edhe me to.
Edhe sot e kësaj dite, sot domethënë ka meste të cilat njerëzit i blejnë nëpër dyqane, sidomos në këto dyqanet islame. Dhe ato janë që janë të modeluar pra zakonisht për lëkurë ose të ngjashme, mirë po ato janë të modeluar që e përfshin tërë këmbën deri mbi zogun e këmbës, domethënë tërë shputën e këmbës. Dhe fakti që hyn në to edhe zogu i këmbës është ka ardhur në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë i cili dëshiron me kry haxhin ose umrën, pra atë muhrimin, i cili ka veshur ihramin. Në disa raste ai muhrimi nuk ka sandalle, nuk ka nallane, nuk ka, domethënë, diçka që i vesh gjatë kryerjes së umrës ose të haxhit. Dhe njeriu nuk bën është ndaluar që me vesh ndonjë këpucë ose diçka e cila mbulon tërë këmbën e tij ose tërë shputën e këmbës së tij. Në këtë rast ka mundësi që domethënë dikush nuk gjen sandalle ose diçka të ngjashme, papuçe që thonë tek na nuk e gjen, mirë po ka mundësi me gjet meste. Dhe a bën me i përdor këto meste? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men lam yajid an-na'layn falyalbis al-khuffayn wa liyaqta'huma asfala min al-ka'bayn." Thot ai i cili nuk e gjen nallanet për me vesh gjatë kohës së ihramit, atëherë le të vesh khufat, domethënë le të vesh vestet, mirë po le të prejnë ato në atë mënyrë që domethënë të jenë në zogun e këmbës. Që në kupton se tek arabët, tek sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë ditur që ato e mbulojnë shputën e këmbës, bile e mbulojnë edhe zogun e këmbës. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që të prehen deri përposhtë zogut të këmbës. Sepse po përmendëm këtë hadith se do të na vinë atëherë kur do të flasim rreth atyne kushteve që do të më plotësu mesteja ose edhe çorapja. Do thonë një për atyne kushteve që dohat me qenë që e mbulojnë zogun e këmbës. Sepse mestën në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë qenë të tilla. Dhe për argumenteve është ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, mestet janë këto, edhe së dhe të ditë ka meste që njerëzit e veshin, të cilat zakonisht janë të përpunuar me pelë kurës ose të ngjashme, dhe të cilat e mbulojnë shputën e këmbës deri përmi zogun e këmbës. Mes humbi meste është një lehtësim për lehtësimit të Allahut azza wa jall dhe ka të bëjë me gjymtyrën e fundit të abdesit. Për këtë arsye është e udhësh që para se të flasim për gjërat se cilat të prishin abdesit, të flasim për mes humbi meste, për arsye se lidhet me gjymtyrën e fundit të abdesit, e cila është larja e këmbës. Pra ka ardhur lehtësim nga ana e Allahut azza wa jall që njeriu në disa raste mundet që mos me la këmbën, mirë po me jap mes, me fërku me dorë të lagur mestet ose edhe çorapet, që do të vjen. Dhe kjo është pra një prej lehtësive të fesë sonë. Ka argumente të shumta që kanë ardhur rreth lejimit të mesut mbi meste. Bile kjo është një gjë dalluese që dallon ehlus sunnetin nga disa prej fraksioneve, sikurse shiat dhe xhavarixhve, të cilët nuk i pranojnë këto hadithe, megjithëse këto hadithe ka ardhur në formë mutawatire, domethënë në formë mutawatir që është shkalla më lartë e vërtetësisë së haditheve, kur kanë ardhur hadithe të shumta, saqë fuqizojnë njëra tjetrën edhe njeriu pe atyne haditheve e kupton që s'ka mund, domethënë që këto hadithe mos kishte thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por gjithsesi ka thonë pejgamberi alayhis salam, s'ka mund këta transmetues të cilët janë të shumtë në numër me ardhë dhe me shpik diçka për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra këto fraksione, sikur shiat dhe xhavarix, nuk i kanë pranuar këto hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ehlus sunneti e përmend këtë çështje të rëndësishme, por edhe e përmendin këtë çështje disa prej dietarëve të akides që kanë shkruar libra në akide, sikurse Imam Tahawiye që e ka librin Akide Tahawiye, ku në to ka përmendur këtë mesele. Po ashtu edhe disa dietarë të tjerë. Pse ka përmendur këtë çështje, domethënë meso mbi mestet në librat e tyre të akides, për dy shkaqe. E para, domethënë për më tregu se ehlus sunneti dallon prej bidaxhive, prej fraksioneve të tjera, sikurse shiat dhe xhavarixht,
të cilët nuk i ka pranuar këto, bile Shia të kanë mendimin se njeriu nuk do të mi la këmbët gjatë abdesit mirë, por i jap mes këmbëve. Edhe kanë refuzuar këto hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra për me bë dallimin e Ahlusunnetit prej fraksioneve të tjera, ose edhe dyta çështja është se këto hadithe ka ardhur në forma më të lartë të transmetimeve, të vërtetësisë, e që është se janë hadithe mutawatir. Ai i cili nuk e pranon hadithin mutawatir ose i cili kundërshton, disa prej dietarëve kanë përmendur se njeriu është rrezikon edhe me dalë për fesë. Kur e refuzon një gjë e cila ka ardhur në formë mutawatir edhe nuk e pranon një gjë të tillë, atëherë disa prej dietarëve kanë thënë se del edhe për fesë. Për këtë arsye kanë përmendur këta dietarë në librat e tyre të akides, e sa i përket haditheve të cilat kanë ardhur rreth meshut mbi mes janë të shumta. Përmendëm Imam Ahmedi thotë janë rreth 40 hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë kur themi 40 hadithe të transmetuara nga 40 sahabi, se mund të thonë sipas vlerësimit ose sipas numërimit të tjerëve më dalë më shumë se 40 hadithe, sepse secili sahabi ka disa rrugë transmetimi të ndryshme. Mirë po, Imam Ahmedi ka pas për qëllim, dhe më thonë 40 hadithe nga 40 sahabi. Hasan Basriu thot, rahimahullah, thot se nuk kanë treguar rreth 70 sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes mestrave. Ibn Manda në një libër të tij përmend se ka 80 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth mesut mbi mesë. Këto hadithe pra janë të shumta që rrin gradën mutawatir dhe janë hadithe, një pjesë e tyre është hadithe gojore, do të thonë që janë transmetuar si fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose hadithe veprore si veprat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullah ibn Mubarak rahimahullah përmend thotë se meshu mbi mesë është një çështje e cilën s'ka kurfar dyshimi në të, sepse në fillim ka ardhur disa prej sahabive që nuk i patë ardhur aty në hadithi nga pejgamberi alayhis salam se e patë leju mesun mbi mesë dhe i patë kundërshtu këtë, mirë po çdo sahabi nga i cili ka ardhur refuzimi ose kundërshtimi nga ai thot Abdullah ibn Mubarak thot ka ardhur edhe pranimi këtyre haditheve pasi që është qartësuar aty. Prandaj ka ixhma të Ahlusunnetit që meshu mbi mesë është i legjësuar. Mirë po, cili është hukmi i meshut mbi mesë? Fillimisht them se hukmi është se një gjë e tillë është e lejuar, është e legjësuar, nuk është e detyruar. Domethënë meshu mbi mesë nuk është diçka e detyrueshme, nuk është diçka që është vajib. Është e lejuar. Mirë po, a është më mirë mi la këmbët apo më dhon mes? Këtu varet prej gjendjeve dhe rrethanave. Në qoftë se njeriu i ka të mbathura mesët, më mirë për të është mi u jap mes mesëve. Dhe argument për këtë është hadithi Mughira ibn Shu'bah ku thotë ka treguar se ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një luftë dhe i ka shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë marrjes së abdesit dhe pejgamberi sallallahu ka dashur një herë me zbath mesët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pejgamberi alaihi salam i ka thënë atij da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha alayhima. Thot lej ato sepse unë kam mbathur ato duke qenë në gjendjen e pastërtisë, do të thonë duke pasur abdes, prandaj thot pastaj ju dha mes atyre. Që do të thonë ai i cili ka mbathur mesat atëre nuk kërkohet nga ai ose edhe më mirë me thonë në qoftë se njeriu insiston që çdo herë me zbath mesat e tij, atëherë themi kjo nuk është për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sepse mundet që në kuptues që ai pa refuzon një gjë të tillë ose nuk pranon një gjë të tillë. Mirë, po në qoftë se nuk i ka të mbathura mesat, atëherë kanë thënë dietarët se më mirë për ta është me la këmbët. Mirë, po në qoftë se vjen në një situatë që është në një vend ku ka refuzim të një gjëje të tillë nga ana e njerëzve, atëherë në këtë rast unë me ardhe edhe me konsideru një gjë e tillë mesu mbi mesë dhe vajib kur e ka për qëllim gjallërimin ngjalljen e një sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse në esencë nuk është një gjë e tillë e detyrueshme. Pra, esenca është që mesu mbi mesë është i lejuar, po në raste të ndryshme mund të qenë edhe ose i preferuar ose i obliguar. Një çështje tjetër me rëndësi është se njeriu
mundet me I dhon mes mesteve apo edhe çorapeve, edhe kur ka nevojë, edhe kur nuk ka nevojë. Dhe për këtë arsye dietarët përmendin se edhe gruaja e cila qëndron në shtëpi, dhe e cila ndoshta nuk ka nevojë me dalë për jashtë, edhe me u ballafaqu me jetën, për shembull kur është ftaf shumë, njerëzit kanë nevojë ndoshta me mbath mestet ose me mbath çorapat e trasha për me dhon mes, me pas një gjë të tillë, më thonë me pas më të lehtë abdesin. Mirë po ajo e cila rrin në shtëpi, ose ai njeriu I cili është I paralizuar ose I cili rrin në shtëpi dhe ka është I smur, edhe ai e ka të lejuar që më dhon mes mesteve të tina apo edhe çorapave të tij. Pra nuk konsiderohet që sa herë që njeriu ka nevojë me dhon mes. Edhe kur nuk ka nevojë, mundet me dhon mes çorapave ose mesteve të tij. Një çështje tjetër më e rëndësishme sa përket mesut mbi meste është se nuk kushtozohet që njeriu ta bëjë jetën se ka më dhon mes mesteve. Sepse dikush mund të më thonë, po ne I kam vesh çorapat për shembull trasha ose I kam vesh mestet tash. Po se kom bon jetë, mi dhon mes. Se kom pas jetë, mi dhon mes. A bëm mi dhon ajo, themi se nuk kushtozohet njeti tek dhënies mes. Pra edhe nëse njeriu ka harruar me bon jetë ose diçka të ngjashme, atëherë lejohet mi dhon mes dhe nuk kushtozohet njeti gjatë dhënies mes. Një çështje tjetër me rëndësi sa përket mesut mbi meste është se kujna I lejohet mi dhon mes. Kemi dy gjendje të njerëzve. Kemi njerëz të cilët janë udhëtar dhe njerëz të cilët janë vendas. Tash, domethënë njeriu I cili është vendas, është ai I cili qëndron në vendin e tij ose ka shkuar në një vend dhe ka një jetë me lejt në atë vend më shumë se sa 4 ditë, sipas disa shumicës së dietarëve, e që e merr hukmin e vendasit ose disa të tjerë që kanë mendimin 15 ditë. Domethënë nëse rrin në një vend për shembull dhe ka një jetë me qëndru në atë vend 20 ditë. Atëherë ky e merr hukmin e vendasit, edhe pse ka shku për shembull në Turqi ose ka shku dikon tjetër në Arabi Saudite, mirë po përderisa ka një jetë me nejt më shumë se sa 4 ditë ose 15 ditë sipas disa dietarëve të tjerë, atëherë ky njeri konsiderohet vendas. Pra vendas konsiderohet edhe ai I cili me të vërtetë jeton në vendin e vet ose ai I cili merr ndonjë udhëtim. Gjendja e dytë, domethënë ku në ato udhëtim ka një jetë me qëndru më shumë se sa ato kozgjatën që përmendëm më herët, ose ai njeriu I cili merr udhëtim për me shku në një vend, mirë po udhëtimi I tij nuk është në një distancë sa I përshkon 80 kilometra, sipas shumicës së dietarëve. Domethënë, nëse merr një udhëtim I cili ka distancën 40 kilometra ose 30 kilometra ose 50 kilometra, atëherë ky nuk konsiderohet udhëtar. Nuk konsiderohet udhëtar tek shumica e dietarëve, por mirë po ka hukmin e vendasit. Pra, ky është vendasi. Ndërsa udhëtari ai I cili, domethënë merr udhëtim në një udhëtim I cili ka distancën 80 kilometra më shumë dhe rrin ose ka niyetin me qëndruar në atë udhëtim ose 3 ditë ose 2 ditë ose nuk e din sa ka me qëndruar, me rëndësi, domethënë ky është pra udhëtari. A I lejohet vendasit me I dhon mes mesteve apo kjo vlen vetëm për udhëtarin? Tek shumica dërmuese dietarëve mes humbi meste vlen edhe për vendasin edhe për udhëtarin. Dhe ky është mendimi pra I Hanefive, I Shafive, Hanbelive dhe një transmetim nga Imam Maliku. Edhe shumë për dietarët e tjerë. Domethënë e kanë mendimin se mesu lejohet, mesu mbi meste ose mbi çorapa lejohet edhe për vendasin edhe për udhëtarin. Ndërsa një transmetim Imam Malikut, thamë se një transmetim tjetër është që lejohet edhe për vendasin, mirë po në një transmetim tjetër Imam Maliku ka konsideruar që nuk lejohet domethënë mesu për vendasin, po kjo vlen vetëm për udhëtarin. Mendimi shumicës është mendimi më I përgjithshëm, por edhe ka shumë prej argumenteve që dëshmojnë për këtë. Është hadithi I Aliut radhiyallahu anhu, yamsahu al-musafiru 3 أيام ولياليهن ويمسح المقيم يوما وليلة. Thot Aliu radhiyallahu anhu që domethënë në hadithin Aliu që përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhis salam, udhëtari I jep
lejohet mi dhon mes, domethënë mesteve, 3 ditë e 3 natë, ndërsa vendasin 1 ditë e 1 natë. Edhe në hadithin e Safwan ibn Asalit, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layaliyahunna wa yawman wa laylatan lil muqim. Thot në ka lejuar, këtu ka ardhur amarana, domethënë urdhëruar, mirë pa është për qëllim lejesa. Në ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhon mes mesteve, domethënë për musafirin, për udhëtarin 3 ditë e 3 natë, ndërsa për vendasin 1 ditë e 1 natë. 1 ditë edhe 1 natë. Domethënë janë këtu 2 hadithe të qarta që dëshmojnë se edhe ai vendasi ka të lejuar me dhon mes mesteve, po ashtu edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes mesteve duke qenë në Medinë, dhe është një hadith i Hudhaifës radhiyallahu anhu që tregon se ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në një vend tek mbeturinat, ku ka pasur mbeturina, ka urinu në këmbë, pastaj ka marrë abdes dhe i ka dhënë mes mesteve. Kjo ka qenë duke qenë ai në Medinë. Të gjitha këto janë argumentet e qarta që dëshmojnë se edhe vendasi edhe udhëtari, domethënë i lejohet atyre që të japin që japin mes mesteve. Dhe nuk kushtëzohet që vetëm udhëtari është ai i cili i lejohet që me dhon mes mesteve. Është një çështje tjetër po ashtu. Mes humbi meste. A ka ndonjë kozgjatje apo s'ka një kohë caktuar që lejohet me dhon mes? Domethënë edhe nëse ka kozgjatje, sa është kjo kozgjatje? Është një mesele, domethënë që dietarët kanë mos pajtime, shumica e dietarëve kanë mendimin që mes humbi meste ka kozgjatje të caktuar. Kozgjatja është dallon domethënë vendasi prej udhëtarit. Vendasi ka të lejuar me dhon mes 1 ditë edhe 1 natë, ndërsa udhëtari ka të lejuar me dhon mes 3 ditë edhe 3 natë. Kjo është mendimi i shumicës dhe përmendëm disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që dëshmojnë për këtë, domethënë mesin e këtyre hadithi Aliut radhiyallahu anhu dhe hadithi Safwan ibn Asalit radhiyallahu anhu. Ndërsa tek disa dietarë të mëdhëpit Maliki nuk ka diçka të caktuar, mundet me dhon mes njeriu ose vendasi ose udhëtari në kohë pa caktuar. Domethënë mundet vazhdimisht me dhon mes mesteve të tij dhe kanë argumentuar një hadith që është hadith dhaif. Hadith dhaif nga Ubej ibn Imara, mirë po është hadith dhaif dhe mendimi më i saktë është i shumicës së dietarëve, pra xhumhurit. Kjo është, domethënë, mesele që ka të bëjë me meshun mbi meste. Mesele tjetër ose një çështje tjetër me rëndësi, kur fillon kozgjatja e mesit, kur fillon me llogarit ajo kozgjatja e mesit. Sipas mendimit më saktë, që konsiderohet edhe mendimi i shumicës së dietarëve. Domethënë mendimi i shumicës dërmuesit të dietarëve, mes humbi mesje fillon llogaritja e tij në momentin kur e prish abdesin. Sepse ka edhe një mendim tjetër që thotë mendimi Hasan Basriut në momentin kur i mbath mestet. Ka edhe mendim tjetër në momentin kur don ti me dhon mes. Në momentin kur don ti me dhon mes, atëherë thonë ky është domethënë një mendim e Uzaiut edhe diku në tjetër, mirë, po shumica dërmuese dietarëve kanë mendimin që domethënë në momentin kur prishet abdesi, atëherë fillon kozgjatja. Për me ilustru këto me shembull konkret, mund me thonë për shembull nëse një njeri është të zgjuar sabah dhe ka marrë abdes, edhe ka mbath mestet e tij ose ka mbath çorapet e tij, çorapet e trasha, për arsye se kjo është një prej atyre kushteve që do të vjen, domethënë që kushtëzohet që çorapet domethënë të jenë të vlefshme që për më dhon mes të jenë të trasha, jo të holla. Dhe domethënë nëse është zgjuar sabah në orën për shembull gjatë dimrit në orën 6, edhe ka marrë abdes, i ka mbath mestet. Mirë po, nuk e ka prish abdesin përveç në ora 10. Dhe pastaj kur ka ardhur koha e drekës, aty ka ora 12, atëherë i ka dhënë mes. Atëherë kur llogaritet, kur do të bëhet llogaritën këta 1 ditë në natë për vendasin e 3 ditë e 3 natë për udhëtarin, sipas mendimit të shumicës së dietarëve, është për momenti kur e prish abdesin, pra në ora 10. Atëherë deri nesër në ora 10 i vlen meshun nëse
është vendas, ndërkohë se është udhëtar atëherë i vlen mesu edhe 2 ditë të tjera, domethënë 3 ditë për udhëtarin edhe 1 ditë edhe 1 natë për vendasin. Kjo është domethënë mendimi i shumicës së dietarëve. Cili është argumenti këtyre dietarëve? Kanë thënë se së pari, domethënë arsyeja për lejimin e meshut mbi meste është sebebi, shkaku. Koha, në këtë rast për shembull, në jetën e përditshme njeriu kur don të fal, nuk mundet me u fal para se me hi koha e një namazi. Dhe domethënë para drekës nuk është i vlefshëm namazi i drekës, para se me hi koha drekës ose para sabahit ose para ikindis. Hyrja e kohës së drekës në arabisht i thon sebeb, shkak. Kjo është domethënë shkaku i cili lejon faljen e namazit të drekës, është domethënë hyrja e kohës. Edhe në këtë rast kanë thonë në momentin kur njeriu e prish abdesin, është kjo fillimi i kohës që i lejohet njeriu me dhon mes. Ndërsa nëse të kishën thonë na se i japet mes ose koha llogaritet në momentin kur i jap mes, i bën që me dhon mes para kohës ose me llogarit para kohës së tina. Se bie që për shembull në momentin kur i ka dhënë mes, çfarë më llogarit koha. Që domethënë nëse dikush e ka lënë një këmbë të tij pa i dhënë mes. Vesh njërin e ka dhënë mes, tjetrën ende nuk e ka dhënë mes, ose domethënë të dyjave e kanë dhënë mes, në llogarit që ai i jap mes ndërkohë që halal nuk ka hi koha e tij. Kështu kanë thonë ata dietarët, domethënë shumica dietarëve, dhe kanë thonë për këtë arsye, koha, fillimi i kohës është atëherë kur prishet abdesi. Megjithëse dietarët e tjerë që lejojnë, domethënë ose bëjnë llogaritin atëherë kur i jap mes, kanë argumentuar me një transmetim nga Uthmani radiallahu anhu, që nuk kuptohet për tina, domethënë nga një transmetim nga Omeri radiallahu anhu, që nuk kuptohet për Omerit radiallahu anhu se kanë konsideruar që në momenti kur t'i jap mes, që atëherë dhe edhe 24 orë se edhe 72 orë pas këtij momenti vlen meso. Mirë po, janë transmetuar 2 të ndryshme, domethënë 2 fjalë të ndryshme nga Omeri radiallahu anhu. Për këtë arsye një transmetim është transmetuar nga Omeri që në kuptohet për tina se në momenti kur i mbath mestet, atëherë lejohet, tjetër është transmetuar sigurisht që përmendëm në momentin kur i jap mes. Për këtë arsye etheri i Omerit radiallahu anhu nuk mundet më marrë për bazë në këtë çështje për arsye se ka 2 transmetime të ndryshme. Dhe ata të cilët e kanë marrë vetëm një transmetim, i themi se ka tjetër dietarë që kanë marrë transmetimin tjetër dhe kanë punuar me transmetimin tjetër. Edhe këto hadithet e tjera, në shumicën e haditheve nuk është përcaktuar diçka që e detyron, domethënë atëfar përcaktimin e fillimit të llogaritjes së kohës prej momentit kur jap mes. Nuk ka ndonjë hadith të qartë, sepse hadithet kanë ardhur në forma të ndryshme dhe parafërsisht kjo është domethënë ajo që kanë përmendur dietar, prandaj sipas mendimit të shumicës dërmuese dietarëve, momenti kur i lejohet njeriu ose kur fillon llogaritja e kohës së tij për dhënien mes është në atëherë kur domethënë e prish abdesin e jo kur i jap mes. Dhe vlen për to, për shembull nëse është vendas 24 orë, nëse është udhëtar 72 orë. Këto janë disa çështje që kanë të bëjnë me meso mbi meste. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.